Mirë mbrëma miq të Media 60, mirë se u rikthyet në klasë botëror, është episodi 33, por jemi në ditë pushimi, sepse vetëm 31 ndeshje janë luajtur si çdo mbrëmje me mikun kolegun Ariglon Pali. Ariglon, jemi pushim, por tani është ajo faza e zjarrt, tani faza që po afrohen. Po, erdhi finaleve. Erdhi momenti final, momenti i së vërtetës. Momenti i së vërtetës. Edhe pak ditë. 4 ndeshje kanë mbetur zyrtarisht. Mbaroj. 4 ndeshje dhe më të bukurat. Absolutisht. Ndërkohë, 4 ekipet më të mëdha. Jemi këtë mbrëmje të sotme me një mik special, me një të ftuar special, Vangel Mile, drejtori i Akademisë Tiranës. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Si një njohës shumë i mirë i futbollit, se ish futbollist. Apo jo? Po. Trajner, e ke edhe pjesën e trajningut të përfshirë. Drejtor akademie që po krijon gjitha të fidanishte shumë gjërë të klubit të Tiranës, se ke në kontroll në mbikëqyrje për të nxjerrë këta talentet e rinj. Se nuk e di, si e ke parë në një çik të talentuar këtë botërorin, se duket sikur është bërë botërori i emrave të konfirmuar, s'do ta thoj i pleqjve në fakt. Për futbolli i pleqjve. Në fakt të jesh pjesë e një botërori nuk është që e kam shijuar, nuk kam eksperiencë të tillë dhe kur nuk ke eksperiencë nuk mund të flasësh shumë qartë dhe nuk je shumë i saktë. Megjithatë çfarë shikojmë nga jashtë, të jesh pjesë e një botërori është një arritje shumë e madhe. Edhe për atë lojtarin e fundit që ka bërë, qoftë edhe 1 minutë ose 1 sekondë që ka shkelur në fushë, ai do ta mbajë mend gjithë jetën, sepse shumë pak veta në historinë e tyre, në karrierën e tyre sportive, janë ata që marrin pjesë në një botëror. E dim shumë mirë shkallën e vështirësisë. Kështu që absolutisht që çdo botëror është botëror i kampionëve. Më vjen keq, siç e thatë dhe ju, që ky botëror duhet të ishte botërori i Mbappes, Yamalit, Haalandit, por prap emrat e mëdhenj, si ta themi, gjenerata e vjetër edhe është për tu admiruar Messi dhe Ronaldo kanë vjedhur në thojza nga vëmendjen nga ky botëror, thash edhe një herë, po i kampionëve. I kemi pasur normalisht Haalandi dhe Mbappé kanë bërë shumë. Aty janë, po janë këta të vjetrit. Por gjithsesi prap duhet ishim në diferencë për mendimin tim, duhet ishim në diferencë ndaj Messit, pavarësisht që Messi ka qenë në ritme shumë të larta dhe unë jam admirues i lojtarëve të mirë, nuk jam as fan as i Messi as i Ronaldos, por absolutisht nuk mund të jesh nuk kur je dashamirës ose sportdashës dhe të pëlqen futbolli i bukur, absolutisht jemi kam qenë i dashuruar me këta lojtarë, sepse janë ata që na kanë treguar edhe kanë gjithë këto vite kanë ndenjur shumë lart. Absolutisht e kanë dominuar futbollin. Edhe kjo është pjesë e madhështisë që edhe prap këtë moshë prap janë është e çuditshme. Tregon atë madhështinë që kanë pasur. Besoj do jetë botërori i fundit që do e shikojmë të dy. Sepse i pam Ronaldo hapi crown me pak fjalë, sepse Portogalia aty u eliminua, po shikojmë një Messi që menduam që kishte kapitulluar, kishte mbaruar punë në Amerikë, atë jetën si Suarez për shembull, si shoku vet i ekipit, atë jetën amerikane, familjare, të jetuarit pak me futboll dhe të shijuarit më shumë jetë, po megjithatë duket ambicet e tyre janë shumë të larta, duke qenë që janë të larta dhe fusha tregon shumë gjëra. Jo, vërtet, shumë. Forum për botërorin, po te intro që bëra nuk është se bëra kot, se doja që të flisja edhe pak për punën që bën aty te Akademia Tiranës, punë të shkëlqyer, sepse sezoni e kaluar e mbyllët me më shumë se gjysmën e skuadrave kampion. Mund të më numërosh pak që mos të harroj ndonjë se. Shikon, faleminderit një herë. Të maturit punën me kupa, them drejt nuk është që më pëlqen, sepse nuk është që jemi në një institucion, në një vend që aty mundohesh të formosh edhe të rrisësh talente për të ardhmen të ushqesh futbollin shqiptar, vend as po dhe pse jo jashtë vendit. Kështu që normalisht ajo kupa pavarësisht që kur jeni një kompeticion futesh për ta fituar, ka garë dhe normalisht çdo sportist duhet të ushqet me atë frymë që të fitoj garën, sidomos në një klub të madh siç është Tirana që është mësuar me trofe. Absolutisht edhe atë gjë ne këmbgulim dhe mundohemi që t'ia injektojmë futbollistëve tan, por më e rëndësishme është se si ne mundohemi, domethënë me atë staf të gjerë, trajnerë që po bëjnë një punë jashtëzakonisht të lodhshme, mbase unë vi e flas këtu, por puna dhe ne dim shumë mirë bëhet në fushë, bëhet jashtë fushës, para servitjes, pas servitjes, ka trajtime që
vetëm një trajner akademi e di. Të qenit dhe të punuar në një akademi është një mision. Unë e them gjithmonë. Unë kam pasur rastin dhe të jem pjesë edhe të qenë trajner në ekipin e parë të Tiranës, të qenë trajner po ashtu dhe në ekipin e Teutës dhe në trajner. Kam drejtuar dhe një ekip po jashtë vendit në Greqi për një kohë të shkurtër, por ato janë aventura. Çfarë do të them? Të bërit një aventurë dhe të qenit në një akademi është mision. Misioni ka rregulla dhe nuk duhen shumë gabime, e dim shumë mirë. Supozoj që është një mision luftarak. Sa më shumë gabime të bësh e humbe. Kurse aventura është aventurë, e kalove mirë, e kalove keq, prapë e ke kaluar si aventurë. Do të thënë është diçka që kalon dhe të pranojnë dhe gabimet. Nëse në fund të ditës ai quhet aventurë. Prandaj po them që është një diçka duke e marrë me kaq shumë përpikmëri, seriozitet edhe vëmendje, absolutisht që nuk na lejojnë gabimet. Absolutisht mundojmë të bëjmë mirë, nuk po them që nuk gabojmë. Jemi munduar të bëjmë mirë në këtë 3 vjeçar që jam në drejtim aty. Mendoj që kemi bërë mirë, por dhe ata që kanë punuar para meje absolutisht kanë bërë shumë mirë. Rëndësishme është çfarë do bëjnë në vazhdimsi, si duhet përmirësohemi, sepse nuk ndalon puna. Në një akademi nuk ndalon puna, akademia punon mëngjes drejt darkë, ditë natë. Prandaj dhe unë mundohem gjithmonë dhe kam në përbërje, domethënë, njerëz të apasionuar dhe dashuruar me këtë sport, se ne dim shumë mirë që të qenit të merresh me sportin në Shqipëri sot është duhet të hequr kapelen çdo personi, absolutisht. Ka shumë vështirësi dhe është shumë duhet vlerësuar shumë, domethënë, ata persona, sidomos njerëzit që punojnë në akademi. Prandaj jemi munduar që jam munduar të përzihet njerëzit që plotësojnë ato kriteri që unë mendoj që njerëzit e dur që mendoj që do e ndihmojnë klubin, por dhe ata lojtarë për të ecur përpara. Nuk e di. Duhet të ketë një bashkërendim shumë të mirë ndërmjet juve të akademia, trajnerave të moshave, por edhe pjesës të ekipi i parë që të krijohet sa më shumë hapësirë për këta lojtarë të rinj. Në futbollin shqiptar ka munguar pak jo në vitet e fundit. Kemi patur jashtëzakonisht shumë talent që nuk kanë arritur të çajnë apo nuk i është dhënë mundësia. Ndoshta kemi një shembull italian që është pak i gabuar, që i shohim lojtarët gjithmonë 17-18 vjeç, sikur nuk janë formuar, sikur nuk janë gati dhe nuk i jepet ai shansi. Te Tirana, më korrigjon nëse gabojmë, i fundit që i është dhënë ky shansi mund të ketë qenë Ernest Muçi apo ka patur vazhdimisht Tirana fut lojtarë nga 19-20 vjeç. Të fundit që domethënë që kanë marrë minutazh të plot deri diku, domethënë Mihana, Vogli, Meta, kupton që kanë qenë lojtarë që kanë marrë minutazh. Kanë marrë minutazh, po më pak, nuk i është dhënë shtysa për shumë, e Meta pak më shumë. Edhe Muçi nuk mori aq minutazh, a? Jo, kishte pastaj u bë protagonist, por nuk ishte titullar. Çështja ime nuk është vetëm aktivizimi dhe mbajtja aty. Çështja ime është ta bësh të ndihesh i rëndësishëm dhe të japësh besim. Duhet të bëhet kjo në Shqipëri, ndoshta e ke prekë një moshë. Mosha 17 vjeçare duket lojtari që është për ekip parë apo s'është për ekip parë, është për të suportuar apo jo. Dhe normalisht aty vjen politika e klubit, bashkëpunimi me trajnerin e parë, suporti që duhet dhënë këtij fëmijë, këtij sportisti, se e them fëmijë se është fëmijë. Mund të jetë një sportist shumë i mirë, por realisht nuk është i zhvilluar në atë grad psikologjikisht. Nuk është që pak janë ata që e përballojnë atë ngarkesë psikologjike që të jep futbolli. Se këtu në Shqipëri je në lagje të njohin të gjithë, është vend i vogël, qoftë edhe në Tiranë. Edhe duke qenë që je në një vend të vogël, dashje pa dashje ti ke ngarkesë lart psikologjike. Në moment që diçka nuk shkon mirë, flasim gjithmonë, sepse nuk e mendojmë që do shkojë gjithçka, po vaj gjithçka mirë, pastaj kjo ndikon pozitivisht dhe kthehet e kundërta asaj që thash. Për mua më është bërë qefi shumë që ka ndryshuar ai rregulli sezonin kaluar. Ariglon kam qenë gjithmonë kundër, e kemi diskutuar që kishte të huaj pa limite e kështu, dhe që është vendosur rregulli që duhet të pak një lojtar akademie, 9-18 është të vit? 2007 ai bie 18 vjeç, të ketë mbushur 18 vjeç. Datlina 2007. Por mua duhet që të jenë 2-3 të paktën. Është arritje. Jo, normalisht duhet të kesh 3 lojtarë tash, sepse përderisa e kanë vënë me kusht 3 lojtarë, se dashje pa dashje duhet të kesh aty, sepse njëri mund të dëmtohet, njëri mund të zvendësohet, njëri ka një gjendje gripale, thjesht prapë kjo hynte dëmtimi. Kështu që ti automatikisht duhet të kesh 3. I ke.
dhe këta lojtarë duhet të jenë vendas. Ne produktin vendas nuk kemi mbështetur fare. Absolutisht, Është gjuna. është gjuna. Unë mbaj mend në kohën time, ne ishim gjithë çuna të ri, domethënë sa bënin mirë në ekip në te moshat, direkt në ekip të parë dhe në ekip të parë nuk shkoi thjesht për të ndajtur për numër, siç vjen tash, shumica. Shkoi në ekip të parë dhe atje në ekip të parë ti do merr minutazhin tënd. Pastaj e tregoje ti, i apo si. Se meritoj Pastaj pjesë nëse tjetër. ishte yll edhe diçka tjetër. Por kjo është arritje. Me këtë që po mësua bëhet se shumë mirë. më bëre kurioz tani. Me fjalë, ideja e këtij rregulli është që duhet të jetë gjithkohë në fushë gjatë gjithë 90 minutave një lojtar i akademisë. Me fjalë ne shmangim ato çudinë e madhe. Lojtari i ri, më duket jo i Që akademisë. zëvendësoj direkt. Lojtar e mban më në Rumani, ajo ishte çmenduri fare. Një minutë Aktivizoi lojtari 18 vjeçar minutën e parë, me fjalë që në fillim lojës, pas 30 sekondave bëi zvendësimi. Katastrofë. Si për këtë, nuk është katastrofë kjo. Kjo është unë që të kam votuar, unë që jam pro kësaj nisme, unë jam ai i pari që e shkel dhe them jam kundër. Sepse këtu ne jemi, thash edhe një herë, duam rezultat, jemi në klube, duam trofe, duam ta finalizojmë në fund në Europë, të kapim një kupë me radhë, por duhet të mendojmë pak më gjatë. Dhe këtë gjë tash e kanë bërë, shumë mirë që e kanë bërë, sepse përveç asaj dhe kanë hequr të drejtën e të aktivizuar lojtarë të huaj. Po. Domethënë nuk është më e lirë. Se ishte skandaloze. Skandaloze. Unë në akademi bashkë me drejtuesit kishim vendosur dhe kishim bërë ultimatum asnjë lojtar të huaj, jo që kemi ne diçka, por duhen mbështesim produktin vendas. Që nga ushtata, unë atij fëmijës ushtat i garantoja diçka, besueshmëritë e lartë se unë për ju po punoj, duke marrë këtë mas. Dhe unë nuk po punoj sepse dashje pa dashje, duke marrë një të huaj, mbas edhe mund të jetë më i madh, ai vjen dhe absolutisht është më i zhvilluar se ky, duke qenë dhe më i madh, se nuk e shikon dot moshën. Është më i zhvilluar. Po ky 16 vjeçar jo, që është në pritje, ai ngjelet gjatë gjithë kohës në pritje, dhe çfarë bëhet? Dhe ti nuk je i besueshëm, dhe ti po punon, domethënë, po punon kot. Po. Si ai Lazio çfarë po thaj? Edhe Interit. Atë ti Ato dhe Interi se kujton. Jo, nuk e vërtetua si. Jo, ma kujtoj një herë emrin. Jo, është ai që bënte gol dhe shkonte në sajtë deri në Markës. Pas emrin nuk do t'ja thot, pra se e vuan atë faktin që e ka aty. Po me 2 vite u dëshua. Gjithsesi shko. Një akademi si kjo e Tiranës. Vllaznia, Partizani. Më kujton një tjetër. Dinamo, ka të mirë, edhe te Uta po mundon ta ndërtojë shumë mirë. Byli është munduar me lojtar të huaj. Byli është munduar shumë me të huaj. Potencial lojtar. Do të them diçka, sinqerisht, jo për të bërë elozhe, as për jam komplet i sinqert dhe pa dorashka. Thash edhe një herë, ata persona që punojnë në akademi janë misionarë, duhet të hequr kapela, por po bëhet një punë shumë e mirë për akademi. Po punohet. Ka shumë prodhim, ka shumë lojtarë të bukur vendas. Ta shikosh një ndeshje U14, U15, ti mahnitesh, por kënaqesh. Shikon futboll bio. Futboll bio, futboll shumë të bukur dhe shikon shumë talente. Këta pastaj nga vështirësitë që të sjell jeta këtu, jo suporti, jo puna e mirë dhe jona, e trajtoj gishtin nga vetja se absolutisht do të trajtoj nga vetja, këta tani humbasin rrugës. Por duke ardhur, duke suportuar, ju e suportoni me një intervistë, ju e suportoni me financë, ai tjetër suporton duke marrë, duke bërë një ligj për këta, ai fëmijë pastaj i rritet dëshira për të bërë futbollist dhe përveç se vullneti, po ai ka dhe më shumë probabilitet për të bërë futbollist. Sepse ka gjithë aleat. Kurse deri më tani ka gjithë kundra. Se s'ka problemu se shkojun, kishim marrë tash, me gjithë respektin që kam, i mblidheshin grup drejtuesish, merr avion për në Afrikë dhe shikon ndeshje afrikane, të marrësh lojtar nga Afrika që ti zhvillosh në Shqipëri. Nuk shikojnë ndeshjet e akademisë. Shikon ndeshje këtu se ke ndeshje, pa ky fëmijë këtu ka nevojë për të ushqyer. Ky fëmijë këtu ka nevojë për servite individuale. Ky fëmijë këtu ka nevojë për zhvillim. Ky fëmijë këtu ka nevojë për një mentor. Po. Tani këto gjëra të gjitha bëhen. Është mundësia se përderisa po e bëjmë për një të huaj, pse mos ta bëjmë për produktin ton. Po, është fakt. Jo, jam shumë dakord. Dhe mendoj sa më e gjerë të jetë kjo baza, me fjalë sa më shumë kushte të mira të krijohen në akademi dhe në skuadra, sa më e gjerë të jetë baza. Tani e kemi të gjithë qartë që në një skuadër me 25 ose 30 lojtarë të vegjël, të dali 1 apo 2 je i lumtur, të dali 3 lojtarë është mrekulli, apo 4. Kështu që sa më shumë zgjerohet baza, aq më shumë ka mundësi që të nxjerrësh lojtarë. Do të them, do të marr një shembull.
Unë personalisht kam filluar karrierën time si drejtues, si trajner, e kam filluar në mjeshtrinë sportive, shkollën sportive në Durrës. Dhe atje isha mësues specialist në specialitetin futboll. Të shikosh programin që ka ajo shkollë, mënyrën se si mund ta zhvillojë një individ është e jashtëzakonshme, nuk e ka as akademik më të mira në për Europë. Ashtu. Po sigurisht, por ajo do financim. Janë munduar tash i kanë bërë ca fusha ca gjëra, se aty element më të mirë nga aty kanë dalë. Pastaj vazhdova rrugtimin tim në Olympic Park, që kisha atje punova për një kohë shumë të gjatë në sektorin të rinjve, dhe aty ishte bërë një investim kolosal. Një investim të shikosh fushat më të mira në Shqipëri, nga më të mirat. Por nuk kishin mbështetje. Shkonin fëmijët, dëshira e tyre ishte domethënë për të zhvilluar, por shkonin fëmijët dhe u mbisnin. Pse? Sepse thashë dhe nuk kishte ky suporti. Po, është fakt. Nuk e di ke ndonjë gjë për shtora, po jo mua pëlqen shumë dakord, madje ka marrë shpesh Meksikën shembull. Kjo që thot Xheli është fakt, sepse unë në vitin e fundit, paktën sidomos në vitin e fundit, më shumë kam parë ndeshje të moshave. Shkoja për një ndeshje tjetër, ndaloja, shikoja dhe kënaqesha. Dhe kishte entuziazëm, dhe kishte tifozë, me fjalë është ai futbolli i pastër edhe që është bio absolutisht. Ata tifozët do të mungojnë çik, janë prindër me kushurinë do atje është çmenduri. Prind me emocion, këtë botror ka marrë shpesh Meksikën. Shembull, sepse thuaj se në çdo ndeshje ka pas normalisht diferencat janë dallueshme Shqipëri-Meksik, por ka pasur 7-8 lojtarë të kampionatit vendas dhe tregojnë një potencial shumë të madh të botror, që eci goxha mirë në të lehmi dhe ai problemi është shumë i madh. T'jap një shembull, unë kam luajtur në Skandinavi 3 vjet. Një nga vitet ka qenë në Norvegji. Në Norvegji kam luajtur me Kongsvinger dhe kam qenë dhe i ri në moshë. E nuk i kuptoja shumë mirë gjërat. Ata që atëherë, domethënë flasim 2005, 2006. Ata që atëherë fillonin që kishim implementonin këtë shkollën braziliane të teknikës, se si mungonte shumë pjesa teknike, mundoheshin dozi me topa të gjatë, loj force. Aty e kishin bazuar futbolli vendas. Dhe këto e kishin standarde, e pëlqenin shumë lojën e anglezëve, po arasi ishin shumë larg. Unë pash partia duke lozur dhe më kthye mbrapshe gjithë ajo punë që ata po bënin, që ata para 20 vjet ata po bënin këtë punën, që domethënë po villnin, po villnin nga brazilianët dhe po villnin dhe nga anglezët. Dhe i pam që bën një lojë dominuese ndaj anglezëve. Në rast se nuk e di a jeni ishin më lart. Ky që nga detaji më i bukur sepse me fjalë Xheli sapo na zbërtheu sekretin e kësaj Norvegjie që ka marrnitur. Si në kualifikuese si në botror. Është punë më tepër se ka nisur që ndërmjet. Kjo që e jashtëzakonshme, për zotin. Me fjalë se gjithë e shikonin, gjithë marrniteshim, thoshim, "Ok, ka Haaland, ka Odegaard, po atje funksionon çdo gjë, funksionon gjithë ekipi." Imponim loje. E kemi parë gjysmë fushë kundërshtar. Kemi parë edhe me botën që i bëri spektakël Interi 2 ndeshje. Po bodoglimi po. Kështu me futboll, jo thjesht sepse ata e kanë të lindur forcën, janë tamam si veriorët tanë. Për shembull, veriorët tanë janë në strukturë, janë të fortë, janë të fizikshëm dhe të gjithë, edhe shokët tanë që kanë pasur gjithmonë gjatë gjithë kohës, shumë pak kanë qenë domethënë që i mungonte pjesa fizike, dhe ata e kanë fizikun, e kanë 10. Shikojmë Halandin domethënë, është në krahasim të tjerë, është si përbindës, është domethënë si nata me ditën. Po, është viking tamam viking. Ka zhvilluar edhe cilësitë e tjera pastaj. Mirë, meqense e cekë çikën Norvegjin na tregoi edhe këtë detaj shumë të bukur nga eksperjenca jote në Norvegji. Si mendon, e meritoi Anglia që u kualifikua 2-1 në kohën shtesë ai golit dytë? Apo je pak i zhgënjur sepse prisjem shumë nga Norvegjia? Jo, nuk mund të zhgënjesh. Norvegjia ishte e zbukuroi këtë garë, e zbukuroi jashtëzakonisht shumë sepse ishte një ekip që pretendohej që të kalonte edhe Anglinë. Në një rast se ne do kishim ulur në fillim të kampionatit botror bashkë në tre këtu, e do diskutonim dhe unë do i thosha, në rast se unë do thoja, do thonit ky Mila është i çmendur. Si mund të shkojë Norvegjia, domethënë edhe mund të mposhtë edhe Brazilin, mund të mposhtë edhe Anglinë. Por ne pam që ajo dominoi ndeshjen, mund ta fitonte ndeshjen. Aty me atë rastin, tranzicion kishte episode, kishte shumë që mund të pasonte, por ajo është ne shikojmë në ekran, djema e di sa e bukur duket ajo se i shikoj edhe tifozat që komentojnë kështu, e di sa bukur duket në ekran. Po ti aty brenda e ke laktatin në tru, e ke maksimalisht, ti nuk e ke, çfarë logjike ke ti, po s'ke logjik fare më. Nuk mund të anerrush, po ti anerrush ty të bëj fiks, ja, fiks fjala. Plus në ato momente
Po mundosha të vjesha në vend Sorloth është edhe ideja që shiko se të gjithë apo presin që unë ta pasoj dhe unë do dal bosh vetëm këtu. Edhe kjo është logjika e mirë. Kjo logjika se janë 100 sekondit janë ato se ata po mbulonin Haalandin dhe ai mund të kishte bërë absolutisht ajo. Ajo është diferenca e lojtarit madh me lojtarin mesatar dhe në mesatar. Prandaj është ai do ta kishte pasur sigurisht. Apo jo Cristiano. Se në Messi e Cristiano japin zgjidhjen e duhur. Po dua të them që janë momente domethënë që dhe dashje pa dashje Anglia mori atë që meritonte. E mori sepse e mori. Nuk ja dha askush, edhe kur ja jep domethënë në gabim, prap un jam prap them që e mori. Sepse edhe gabimi është pjesë e lojës. Do doja të shikonim pak grafikun e rrugës drejt finales, që është foto një nëse kemi fjalë pse ke pakti që Norvegjia kaloi këtu Brazilin. Po. Dhe shumë njerëz ndoshta nuk do e kishin menduar fillimisht apo nuk do e besonin sepse edhe mund ta mendosh, po të duket pak kështu. Jo normale. Unë kur pash Brazilin, ta them drejtën në fillim, për Brazilin isha shumë kur pash që ishte ylli tyre ishte Neymar. Unë aty e stakova që ata prisin. Neymar ishte marketing gjatë gjithë. Pra, po nuk ishte. Nuk e mori njëri përsipër që ishte ai lideri aty ekipit. Po, unë jam i mendimit që Vinicius na ka eliminuar nga kjo garë, sepse ti je lojtari kryesor, pretendon ti je lojtari kryesor i këtij Brazili, ai që do e marrësh përpara dhe jepet penallti dhe ti ke guximin ta gjuash. Po. Po çfarë lider je ti ku nuk gjuan dot një penallti? Edhe unë habita aty, nuk e di mbas. Je plus që je minuta e 10. Ka dhe diçka. Je 0-0, nuk është se je minutë fundit apo të kesh shumë presion. Për shembull se ne shumë gjëra nuk i dim. Flas duke qenë që kam qenë brenda dhe jam brenda domethënë në situatat që bëhen, ka standarde që zhvillohen, është dita e goditjes standarde. Dhe 4 njerëz domethënë që këtë goditje standarde i vendosin në bazë të një kompeticioni. Godasin 2-3 penallti dhe kush e fiton do godasi penalltin e parë. Dhe është goditës i parë, goditës i dytë, goditës i tretë. Po. Absolutisht duke qenë që Vinicius duhet merrte rolin e liderit të këtij ekipi, absolutisht që s'duhet ta kalojë. Vazhdo. Jo, vazhdo. Ndërkohë ta kishte po shkojmë edhe rrugën. Po pra, duhet të kishte marrë. Është mungesë e liderit, sepse bëhet kjo influencë dorë jam unë. Siç është Messi, e humbi penallti, vazhdon prapë. Edhe ti si futbollist që pretendosh ti je ylli i ekipit, në momentin që ti nuk i shfaq trajnerit atë leadershipin, pse të lej godasi. Në momentin që ti thu trajnerit, "Ore, sa kohë jam kush do të godas unë jam unë." Që ka mungesë. Edhe trajneri pastaj thotë ky ka vetbesim, është më i sigurt për t'ia lënë penalltin atij. Xheli Gjithsesi ku do shikoje nga këto ekipe? Okej, rruga ishte pak a shumë më qartë, Ta shikojmë një foton apo? Po, tash nëse do mundemi ta shikojmë edhe një herë foton e rrugës, pak a shumë më qartë. Franca me një dominim absolut. Norvegjia që bëri ai sa mundi dhe bëri më tepër, mendoj, nga sa të gjithë prisin. Anglia pritej nga Anglia, te Spanja kanë patur njerëz dilema se rruga ka qenë e vështirë, ka qenë Portugalia, e cila më parë eliminoi Kroacinë dhe pastaj ishte edhe Belgjika. Emrat janë të rëndësishëm, sidomos ajo pjesa e poshtme. Dhe Argentina pastaj një autostradë, një rrugë, një shëtitje kështu, si buzdetit e kishte. Po e kemi parë që nuk ka qenë shëtitje, ëh. Faktet treguan që jo. Po. Se thash dhe njerëz, si thash, i kthejmë fjalës në fillim, çdo lojtar aty është kampion. Çdo lojtar aty është i aftë për të përballur me këto, qoftë me Messin, me Ronaldon, me Haalandin e me Mbappén, sepse është në atë nivel ka vajtur dhe e meriton për të qenë atje. Prandaj dhe nuk është rruga e lehtë. Por Argentina e ka pasur pak më të në letër, i ka pasur kundërshtarët. Shumë. Në fjalë kjo prap do përballet me kundërshtar të fortë. Prap po përballet me kundërshtar të fortë. Kjo që po thua ti, në finale tash do të bie kundërshtar i fortë. Kjo që po thot Xheli, në fakt është kështu. Ndahet me kundërshtar suggestionues si emër i madh, lojtar të mëdhenj, dhe kundërshtar që nuk është një emër i madh, po që diferenca është aq e vogël tani me lojtarëve me skuadrave. Kundërshtar i vogël ndonjëherë të hap më shumë punë mendojnë sepse ai do të tregojë edhe më tepër. Sigurisht. Të gjithë janë të entuziazmuar që po lutin kundër Messit më Me Egjiptin ne pam një pavarësisht që Argentina luajti mbajti më shumë topin, krijoi situata, po e pam një Argentinë që e humbi ndeshjen. Pastaj u desh ndërhyrja aty, goli Messi që riktheu në lojë, edhe me radhë pastaj edhe problematika e polemika që s'dua të merrem. Ca episode që Arigloni i ka qef, por të gjithë i kemi parë çfarë ka ndodhur. Unë jam i kësaj, ne diskutuam pak para se ta fillonim emisionin. Është diçka edhe po ja u them edhe një herë. Këta kanë bërë ca rregulla që të gjithë po i lënë gabojnë përveç arbitrit.
Po arbitri duhet edhe ai është pjesë e lojës, dhe ai duhet gaboj. Ku është e bukur tash? Më falni, si nuk e di si e zgjidhin një arbitër tash që do drejtoj finalen ose gjysmëfinalen, si zgjidhin këta? Përzgjedhja si do bëhet? Në bazë të gabimeve dhe asaj ndeshja si e ka, kush e ka mbajtur me intensitet lart ndeshjen, kush ka bërë më pak gabime me radhë. Tash të gjitha gabimet ju po më diktoni mua. Ti korrigjon varin. Ju po më vlerësoni mua, po më çoni atje. Po, do të thotë që nuk mendoj që nuk ka asnjë lloj vlere. Nuk është e drejtë. Kur doli vari, shumë zora ka pas. Capello ka qenë një nga zërat kundër, nëse nuk gabojmë, që thoshte që kundra varit, nuk janë. Po vdes po edhe koncepti, sepse ndryshon koncepti pastaj. Po vdes shpirti i garës. Po vdes shpirti i garës, po thyet loja, ca raste shihen, ca raste nuk shihen, ca raste vlerësohen në një mënyrë, standardi tjetër është që ca raste vlerësohen jo si faulla. Me fjalë të lë ajo shumë hapësirë për polemika. Por ishte shumë interesante ajo që po na thoje që ndoshta duhet që këta të vendosin ca rregulla të qarta edhe te përdorimi i varit edhe te faullat, sidomos ajo e tranzicionit, nuk e di. Jo, mendoj që do të thotë që aq i gjatë çeku. Ta bësh çekun, ta bësh në gjysmë fushën, si e tham, gjysmë fushën kundërshtare. E bën gjysmë fushën kundërshtare, je duke sulmuar, bëhet një faull atje sa më afër portës të jetë, okay, aty ka mundësi që mund ta kthesh mbrapa dhe thua ta shikosh, por ta kthesh në gjysmë fushën, do të thënë aty ku ke filluar ti të ndërtosh, thash bën një faull aty dhe pastaj e kthen. Kjo më duket pak absurde. 1 minutë më para. Do ishte interesante. Po jo, do ishte zgjidhja më e mirë dhe më e drejtë për gjithë. Çfarë ndodhi, nëse nuk u dha atje, është shumë larg, ka shumë kohë, kanë mundësi të organizohen dhe të veprojnë të gjithë, apo jo. Do të kemi në datat, kemi dhe foton 2, të shikojmë pak këto, se tani ndeshjet janë realisht kanë hyrë në fazën vendimtare. Shumë Europë dhe vetëm Argentina që ruan nderin e Latinëve apo e pjesës tjetër të botës. Në datën 14 korrik në Dallas, Franca kundër Spanjës. Super sfida europiane, super sfida që ka shënjuar në fakt edicionet e fundit. Finalin edicionet e fundit në Nations League, gjysmëfinale, Europian, gjysmëfinale, kështu që shumë një sfidë vendimtare dhe në 15 korrik pastaj në Atlanta, Anglia Argentinë, edhe ky një rivalitet jashtëzakonshëm futbollistik, të paktën prej gjysmë shekullit dhe më tepër, por një rivalitet historik mes dy vendeve, luftra, pavarësi, kolonizim, pushtime, me fjalë spektakël. Dy vende që mos ta çojmë aq. Po. Dy vende që kanë prodhuar lojtar pafund, si Anglia si Argentina. Jam përshtat pak me oraret tona atë. Po, duhet përshtatesh. Luajnë të dyja në orën 9. Po tani. Edhe kjo është zhvillimi i kupës atje, domethënë ishte çik na ka çakurduar komplet, kemi humbur shumë nga ky botror, mendoj ne shqiptarët, nuk e di, personalisht flas, po kemi humbur shumë ndeshje, më vjen keq. U thash më parë të humbësh një sfidë Argentinë kundra Zvicrës, të vjen keq, po ishte një orar i papërshtatshëm. Megjithatë ata nuk do na përshtaten ne. Jo. Ne do t'i përshtatemi aty. E bën 94 ata në fakt që botrorin në Amerikë ju përshtat Europës totalisht. Po kjo Amerika e çik më imponuese, më mos kokçarse. Edhe me atë zhvillimin e fundit, atë që bën me Belgun, ajo ishte një absurditet. Ajo ishte pjesa më e bukur me Balogunin, pastaj me fjalë aty ndoshta nisi rrënimi i të gjithë. Ta them sinqerisht, Kanadën dhe Amerikën e kisha nga këto ekipe që më pëlqyen shumë sepse luajnë futboll të shpejt, jo shumë emra, futboll të bukur, tranzicioni shumë i shpejt, domethënë dinamik, lojë dinamike. Dhe më pëlqeu. Kur bën këtë u gëzova shumë kur kur eliminua Amerika, nuk është jam tifoz. Pas asaj ngjarjes, sepse deri aty ishin fituar simpatinë edhe për mua. Nuk mund të futesh hundët, mund të futesh hundët në futboll, në boll, sepse prishim garën. Të ndryshosh rregullat në lojë sipër. Rregullat. Bazohet diku ku bazohen jo. Megjithatë, tash një herë. Doan gjithmonë ka është dikush që ta prish. Ishte edhe humje rënd. Shikoj mund të ishte justifikuar, thoshë na mungonte lojtari kryesor i këtij botrori, golashnuesi kryesor na mungonte, nuk ja dolën dot u eliminuan. Siç i mungoi Marokut. Mungoi Marokut lojtari kryesor. Pavarësisht që bëri domethënë Maroku për mendimin tim e fitoi botrorin e vet. Lozi me kundra një ekipi shumë të fortë, u kthym Marokut. Me më të fortin për mendimin tim, me ekipin më në formë, por mund të jetë një justifikim kjo. Që mungoi sepse s'kishte kush e kapte thellësinë, ishte lojtar, domethënë që por ajo është justifikim edhe për Sedrën, jo vetëm për opinion, por edhe për Sedrën sepse ti bie rahat në mendjen tënde dhe thua tani
s'kisha lojtarin më të mirë, kisha një kundërshtar jashtëzakonisht shumë të fortë, s'kisha çfarë të bëjmë tepër se kaq provuan nuk ja dolëm. Ti je sigurt se ai veprim që është bërë me Amerikën, ajo ndeshje domethënë ka ndikuar edhe negativisht edhe në kampin e tyre. Po, absolutisht. Edhe në kampin e tyre ka ndikuar negativisht. Xheli. Tani t'ja marrim parashikimet Xhelit një herë dhe pastaj vazhdojmë edhe bisedën në Riglon si thua, se shumë interesante janë këto pjesë. Po, i marrim parashikimet. Godasim disa, nuk e di si me rezultat. Me rezultat. Po, me rezultat. Edhe kush shënon. Jo, kush po ndeshja ti, nëse e ke kushënon që është ekstra, ti mund t'i thuash, po. Ti dinim edhe kushënon pastaj të ishin kështu, magjistar. Para se të vjen në studio më tha djali me vajzën janë të dy kështu e ndjekin futbollin. Vajza fanse e Cristiano, djali Mbappés, edhe janë te kjo ndeshje parë që kualifikohet Franca me Spanjën, pavarësisht prapë edhe aty dëshira është me midis Jamalit edhe Mbappés, po. Mendoj që me rezultat të ngushtë, 1-0. 1-0 për Francën, thotë. Me fjalë nga ato ndeshje tipike mendon që ka dy super skuadra, por që goli do jetë vetëm një gol e zgjidh. E zgjidh një gol mendoj mbase isha dhe unë te kjo dilema. Ndeshje e fundit se po 5-4. Po pra, edhe unë isha te kjo dilema, por duke u nisur nga 5-4 thash 3-2 do dali pak do ket gol. Sa dashje pa dashje, tash edhe energjitë kanë mungojnë. Edhe lojtarët nuk e kanë me atë freski të fillimit të botrorit, vinë nga sezone të lodhshme, kësaj bazohem unë, domethënë shkoj te pjesa. Po edhe pesha ndeshjes, se është gjysmë finale. Ndeshja normalisht dhe trajnerët domethënë janë gjatë gjithë kohës që ndrojnë në ekuilibër, nuk është që e çojnë ekipin, si më thënë, që të bëj pressing në gjysmë fushë kundërshtare. Mendoj se do luajnë të dy ekip me blok të mesëm dhe të ulët. I mendova dhe unë pak të gjitha këto që po thua ti, mendova dhe unë thash gjysmë finale, dy skuadra super të mira, me super lojtarë nga dy akrat, por që ndeshje që mund zgjidhet vetëm me një gol sepse do t'rregojnë kujdes e kështu. Po më hyri pak pjesa e gazetarisë dhe tifozit pastaj në mes edhe e thash 3-2 se doja ndeshje me shumë gola, realisht dua ndeshje me shumë gola. Sot të mendosh edhe të mendosh që një ekip do t'i luaj Francës, t'i lej shumë hapësirë mbrapa Mbappé në një super form, është pak është jashtë logjike. Një trajner Dembele, Olise, Doué. Janë katër ata. Ti Ariglon sa e kishe parashikimin tonë për 2-0 për Francën. Ndërkohë nuk e di do të ndikohesh apo jo, po unë mendova kjo ishte pak edhe për sfidë për Ariglonin, fakt, sepse besoj që finalja mund të jetë Franca-Angli, por për sfiduar çika Ariglonin thash që 3-2-shin e Francës përballë Spanjës, po e kthej në 2-3 të Argjentinës përballë Anglisë. Vetëm për ta mërzitur. Nuk Brazili ka ikur pse do këtu janë super i vetëdijshëm Xheli që nuk në fjalë Argentina ka më pak shanse se Anglia për të dhënë finale absolutisht në këtë ndeshje. Nuk e di si e shefte. Është treguar kockë fortë, edhe të dyja janë treguar, por kishit vënë aty fotografinë e Erikin. Mendoj që Bellinghami është lideri i këtij ekipi. E ka treguar, jo vetëm ndeshjen e fundit, por në moment që ai është mirë, kemi parë një Angli ndryshe. Vuajti pjesën e parë kundra Norvegjisë, tash edhe një herë sepse i mori mes fushën Norvegjia. Edhe ato pasat e shkurtra këtu e lodhën ekipin. Mbase mund të qenë edhe pjesë strategjisë, se i presin, edhe pretendojnë që t'i kapin me kundërshturin ose. Por edhe un jam i mendimit që do kualifikohet Anglia. Por prap kur ke 7 topatar, po 7 topatar në ekip është çik. Ka shumë ato. Ka çik shumë dhe ai është ajo pjesa e eksperiencës, themi ai në rast se 8 duhet të morë po diskutoj i nëndi, është vërtet, është vërtet. Shumë janë sa ne do ja japim edhe një tash. Po nëse fiton botrorin do e fitoj edhe të nëndin ai edhe të hidhen pupsi të gjithë ata që urojnë se s'ke çati bosh tani. 86 vjeç. Po jo, nuk e çati bosh. 40 vjeçar, fitoi prap kupën e botës. Për herë të parë në historinë e skuadër, tituj back to back njëri pas tjetrit. Ai me gjasa po fitoi kupën e botës, del golashnuesi më i mirë. Del këpuce art, topi art, fituesi kupës botës, do t'i japësh dhe topin në art, kështu se nuk ke nga të mbash Argentina. Po, e meriton. Realisht. Ka vendosur rekorde, ka thyer 100 rekorde këto botror. Dembele, Mbappé. Ndërkohë këto shkretat që bëjnë nga 80 gola në Europë, duhet unë them që duhet ta fitojë Mbappé topin në art, më thënë. Dembeleja e shijoi vjet midis tyre, urdhë? Është edhe Kane super sezon. 73 gola. Po nuk fitoi kupën e botës. Jo, dakor. Topi art. Jo në rregull.
Nuk e di Xhelis, këtë Angli Argentinë, po këtë edhe këto të ngushtë shef kështu. Unë të shikoj kështu, sigur do shkojnë ndeshja me penallti. Çfarë thua? Shkoj 0-0. Seriozisht? Po, interesante. 0-0 me penallti pastaj Anglia, a? Mendoj ta marrë. S'di të gjuajnë këta të Argentinës, kur s'di të gjuajnë Messi atje, imagjino se janë edhe të tjerët. Atje do dikush do që të gjuaj, do ta gjoj Messi. Po. Ti Ariglon këtë e kishe Angli Argentinë 2-0. 2-0 për Anglinë. Ti ke dhënë të gjitha 2-0, të pastra. Unë mendoj o 1-0 janë këto ndeshje, ose janë gola pastaj. Jo, po thjesht do hapen. Po hap ndeshja shpejt, absolut ka gola pastaj se e humbin ekuilibrat e ekipit. Por logjikisht gjysmëfinale dalin nga detyra. Logjikisht dhe unë besoj deri nga minuta 30 deri kështu duke studiuar njëri tjetrin 0-0 me një minutë në kundërsul në vogël. Janë ndeshje delikate që dashje pa dashje ose me goditje standarde. Standardet tash i kemi parë, i kanë perfeksionuar gjitha ekipet. Është ajo ndjekja e këtyre skemave të basketbollit, të gjitha dhe këto që përdorin këta trajnerët e sotëm janë gjitha skemat e basketbollit. Si është kjo? Skemat e basketbollit, këto skemat e topave të ndaluar në basketboll përdoren shumë në standardet e kësaj. Me fjalë ajo nisi Alois që ka shpikur Luis Enrique te PSG-ja që topin ti e çon edhe e çon direkt ansorja apo jo, po them flas më shumë për kornet. Këto kornet janë i ngjasojnë me skemat që bëhen në basketboll. Se kisha dëgjuar ndonjëherë këto. Kjo se kisha dëgjuar ndonjëherë, me fjalë okay, jemi përshëndruar gjithë te goditjet te këndore që bënte Arsenali, ato skemat e jashtëzakonshme gola dhe kështu. Të gjithë sportet janë ndihmës për njëri tjetrin, a? Po. Flasim për atletikën, të mëson teknikën e vrapimit. Po. Flasim për gjimnastikën, të mëson fleksibilitetin e me radhë. Flasim për basketbollin, të mëson një hapshin, dy hapshin, futbollistë për shembull. Në moshën time, më të vjetër sa unë absolut e kishin me detyrim domethënë, po duhet të njihte voleboll, basketboll, atletik, ishte okay, nuk ka pasur sportistë nuk i luante këto. Kurse sot edhe ka mangësi pastaj. Po, e mirë, me fjalë kjo ndërthurje, po është edhe pak orientimi në kodën e hapësirë, po. Kjo pjesa e basketbollit mund të jetë kjo që në momentin që niset topi në basketboll, pra ti ja jep një lojtar, ja e bën një rreth dhe pason diku. Po. Ndërkohë që Arsenali e ka bërë shpesh që e kroson topin në shtyllë të parë, dhe është dikush që bën spondën për tjetrin. Ajo është taktike vjetra e përdorur. Gjithsesi me spondën të shtyllë e parë që e ngre dhe nxjerr gjithë mbrojtjen se me top të shkurtër gjithë mbrojtja shkon atje para. Dhe ti e nxjerr jashtë lojë. Po jo, kjo që thot Xheli më kujton nuk e di, nga koha e Gjergj Rulit, gjithë kampionët e atletikës të atyre viteve nga 60, 70 edhe 80 ndoshta, të gjithë ta merrnin pjesë në disiplina të ndryshme sportive dhe merrnin pjesë në gara të ndryshme. Dhe në të njëjtën ditë kishte raste që luanin edhe në sporte të ndryshme. Po. Shkonin me vrap nga një ndeshje volejbolli apo basketbolli, shkonin me vrap te fushat e ishqe Malstafa i vjetër dhe bënin gara vrapi. I bënin. Dhe prandaj ndoshta kanë pasur edhe ato rezultate me rekorde që këtu në Shqipëri ka qenë është dashur një 30, 40 e 50 vjet që thyen këto rekorde. Fiks. Është shumë interesant. Po ju i praktikoni atje te akademia këto? I fusni çuna. Ne për shembull na fusin, nuk ishte basketboll, mbaj mend kohën kur luanim ne. Për këtë orientimin besoj që se ne një moshë jemi afërsisht. Ka qenë një ushtrim standard ai Ajaxi, më duket se ka shpikur. Ishte topi me dorë dhe që të gjithë luanin me top me dorë, po vetëm me një takim merr prit edhe hidh te shoku, me fjalë gjithmonë një pjesë e nxemjes bëj me top me dorë. Ju thoni për këtë pjesën e praktikonin shumë para ndeshjeve, me si handball. Po, si handball, po. Dhe goli me kokë. Goli me kokë, tenisi me këmbë. Me fjalë gjithmonë ka pasur një sport ndihmës që kanë pasur mundësinë, kam edhe një trajner specialist në akademi, profesor Kujtim Dumin, ka qenë akrobat. Edhe një nga këto deri në moshën 14 vjeçare, domethënë, punojnë një seancë në javë, punojnë në sporte ndihmës që është sporti gjimnastikës. Po. Dhe kjo gjë i ndihmon shumë në orientim, në mënyrën se shikojmë fëmijë sot nuk dinë të rrezojnë, ne jemi pas rrezuar në lagje, edhe se bini në asfalt. Bini nuk ishte kaq shumë asfalt, bini mbalte, bini nëpër gura. E kishte pak amortizim. Sot bien beton ai e thyen dorën direkt. Edhe tani çfarë duhet të bëjmë, duhet të mësojmë si të rrezohen. Edhe kjo gjë ky sporti, domethënë gjimnastika i ndihmon dhe e kemi implementuar këtë pjesë. Edhe një tjetër që më kujtohet. Në 8 vjeçare, me fjalë të imagjinosh sporti atëherë nisej në klasë të 2 ose të 3, pra 7 deri në 8 vjeç, pastaj në 8 vjeçare ishin klasat sportive që merreshe. Ne kishim një mësues fizkulture që përveç se na thoshte gjithmonë për këto të gjimnastikës, jo
Balloria, jo Sparkata, jo Gjorat, jo nuk e di se si mbaj mend edhe ura, qëndrimi mbi krah. ura, po më fjalë gjitha këto vertikale. për pak elasticitet, na bënte edhe kërcim në orë gjimnastikës. Do thoshte në qoftë se ju nuk dini kërcim. Kërcim, Në qoftë se ju nuk dini të kërceni, pjesë e koordinimit. nuk dini që të luani futboll, thoshte. Se futbolli është bel, është këmbë, është koordinim, është lëvizje, po. Gjymtyrës. Më fjalë që në atë kohë bëhet fjalë para 97, bëhet ka bëhet fjalë në vitin 95, 96. Ka pasur ka kuadro shumë të zhvilluar. Domethënë duhet të rikthehemi pas. Kam të dy prindrit të dy kanë filluar, domethënë janë mjeshtra sporti, edhe e kanë dalë në pension, po në mësuesi, domethënë pavarësisht kanë qenë trajnerë edhe në disiplinat e tyre kanë qenë kampion. Po. Si nëna në atletikë edhe babai pastaj lojtar kombëtar në futboll. Po dua të them që kanë bagazh dhe ti dëgjosh edhe të shikosh domethënë mënyrën se si servisin, flas më shumë për pjesën për nënën time që mënyrën se si i tregon djalit ushtrimet e merrall se babi është më i azhurnuar, se ka qenë deri vonë trajner. Po, ka qenë. Kurse nëna, domethënë, je duke folur me një njerëz që është i viteve 80, që është servitur vetë dhe ka arritur gjithçka vetë, domethënë, shikon që ke shumë gjëra për të marrë aty brenda. Të duket si metodë dalë jashtë mode ajo dhe shumë e vjetër, po ndërkohë ajo është të jetë sa baza të frikshme, ëh? Bazat, ato janë bazat. Thjesht pastaj ti i merr ato gjëra dhe i zhvillon. Po. Super. Është interesante, më fjalë duhet rikthyer, duhet fund. Nuk e di, ti e paske menduar që e ke marrë një trajner supportues? Po, ndoshta duan më tepër. 2-3 sporte ndihmëse duan. Edhe handbolli dhe basketbolli duan. Se të mëson një hapshin, 2 hapshin, 3 hapshin. Kërcimi, se ka punë me kërcimin. Lojën në ajër. Ta mëson lojën në ajër. Po kemi mangësira, duhet përmirësohemi shumë. Dhe shpresoj të përmirësohemi. Është thash edhe një herë, të gjithë po mundohen të kthejnë syt nga akademitë, po mundohen të gjithë edhe presidentat që të kthehen nga akademitë, kthehen, harrojnë, bëjnë investim të madh në ekip park, kthehen prapë pastaj, kujtojnë prapë. Po çështja e duhet të jetë, domethënë, edhe unë kur bëj diskutime me stafin tim drejtues, mundohem të jem aty goditës, ja, domethënë ndonjëherë dhe i bëhem i bezdisur. Pse? Për të mirën e tyre, në fund të ditës, për të mirën e klubit. Nuk është çështja se duke pasur të mirë klubi vijnë dhe benefit dhe për mua. Rritem edhe unë nga ana profesionale, marr dhe unë meritat e mia në thojza, pavarësisht që më intereson apo s'më intereson kjo pjesë, por e rëndësishme është çfarë po bëjmë, çfarë do bëjmë. Dhe e rëndësishme është, shiko, se klubet shqiptare shohin që vetëm Europa shpëtimi për sezonin, për financat, për investimin, për çdo gjë. Po ndërkohë, përfitimi më i madh është akademia. Shitja e lojtarëve. Se ti nëse arrin në një nivel që të shesësh 5-6 lojtar nga 150-200.000 euro në çdo vit. Ti nxorë financat. Ty të delin, ti nxorë financat, ti nxorë shpenzimet. Pastaj për klubin dhe për akademinë. Europën e ke plus, shto investimin te klubi, te akademia. Rrit cilësinë, shitje dhe më shtrenjtë, krijo linja të mira, krijo besueshmërinë treg, apo jo? Mendoj që kjo mund të jetë logjika. Vjet dërguam shumë lojtarë në ekip parë, por nuk është i qëndruan të gjithë. Edhe përveç faktin sepse ishin 5 lojtarë që ishin bazë e ekipit parë që merrnin pjesë në përndeshje, 2-3 mund të aktivizoheshin, por duke pasur edhe nuk kishim edhe stabilitet te trajnerët. Edhe këto lëvizje ndikuan negativisht për ata sportistë, një det tjetër ka një trajner, një det tjetër ka një trajner tjetër. Sa mësohesh me një trajner, ai krijonte atë afrimitetin me të, edhe bëhesh ato postimet dhe normalisht kjo ndikon edhe godet dashje pa dash sportistin. Na godet. Se na dori u kthyem te akademia nga kjo Messi që po ngacmon aty. Nuk e di. Flasim pak për Messin para se ti marrim parashikimin xhelit se kush do jetë skuadra fituese si thua. Se Arigloni nuk e ka shumë çfarë. Me thënë vërtet. Je tifoz i Ronaldo apo? Jo, është i Brazilit fare. Është i Brazilit. Është i Neymarit fare. Po shiko. Brazil Portugal nuk është çështja, nuk e ka qejf më sot. Messin gjithë e pëlqejnë si futbollist, është ndër më të mirët në botë, ndoshta të historisë. Por ideja është kur janë faktet, duhet me i fol. Jo. Qoftë Messi, qoftë Ronaldo. Në faktet kur është për të kuq Messi, jepja, mos se toleroti se është Messi.
sepse jenë një kompeticion madhor, pra, dhe dëmton ekipin tjetër kundërshtar. Edhe ta ekipi tjetër që nuk u ndëshku Messi me të kuq është marrës. Nuk është në emër kush e di se çfarë, por prapë. Në fakt, lojtarët e mëdhenj favorizojnë gjithmonë. Jam favorizuar gjithmonë, por edhe do favorizohen. Dhe është normale që mos të trajtohen si të gjithë tjerët. Nuk trajtohen si gjithë tjerët. Duam. Edhe në kampionat shqiptar, lojtarët, kapitenët, lojtarët, golashënuesit, liderat e ekipeve trajtohen më ndryshe. Kemi një Aleksi për shembull, që janë nxirë jetën arbitrave, nëse jeni ndjekës kampionat shqiptar. Jo, absolutisht. Aleksi është maksi i gjithë arbitrave. Ata janë munduar që ta psikologjisin atë si lojtar, e din, domethënë sa edhe menaxhojnë. Ndonjëherë domethënë edhe arbitrat domethënë kalojnë dhe ata, por trajtohen. Po mora shembull Aleksi se po Aleksi është në shurë që ka shembull se edhe ndeshjen të fundit tek Ignati mendoj se ishte në Shqipëri, edhe është mësuar me këto doni doli me të kuq. Nuk është ai ashtu i ka karakteristikat si lojtar Ariglonda, ndodh që të bësh ndërhyrje, por doja të thoya, mora shembull atë se e kam më afër edhe kam pas edhe e kam trajnuar edhe tek Uta. Edhe prandaj se nuk po është edhe nga lojtarët ka fituar titull kampion kudo që ka shkelur më bukur. Ai është kampion, nuk diskutohet, por thash edhe një, duke qenë që është lider dhe trajtimi bëhet ndryshe. Edhe shkojmë tash se bën paralizma pak mbase të gabuara. Shkojmë te Messi. Çështja është që Messi është një lojtar tham ndonjëherë 8 topatar. Një arbitër kur del para Messit ka tjetër qëndrim kur del para një lojtari tjetër. Duam s'duam ne. Por do t'i kërkoj fanellën më burr tani. E ka ëndër mo që ti marri fanellën më burr tani. Po shiko, nuk shënojte ajo ndeshja e fundit që Argentina u kualifikua për ballë Zvicrës, ishte e para pas 9 ndeshjeve me radhë që shënonte. Gjithsesi ai arriti të vendosë edhe rekord prapë me asist të dhënë 10 asist i parë që arrin kuotën 10 asist. Në fjallë, tani, nuk e di si... 8 ka Maradona. Ishte... Dakor pra, po... 7... I theu rekordet kjo, tani mos e mundohet t'ja kështu. Këta lojtarët e sotëm, domethënë ne kanë më shumë mundësinë, por te pjesa e shënimit të golave kanë më pak mundësi, se është bërë pak më e vështirë të shënosh gola, se më parë. Po për ku dua të dalë? Të pasuarit, të qenë në asistmen, është më e thjeshtë. Pse? Se loja po bëhet me top në këmbë, nuk ka më vrapim udhëheqje, vrapim edhe tash hajde do godas unë ose do krijoj një situatë. Do zgjidh vet. Kështu që duke qenë që bën shumë pasime dhe krijohet edhe më shumë mundësi për të pasuar, për të asistuar. Edhe kjo gjë domethënë është brenda asaj logjikës së futbollit të sotëm. Kurse sot unë e shikoj shumë të vështirë të shënosh dhe si shënon ky djalosh, domethënë se djalosh po e quajmë në moshën 40 vjeçare, po i riu në perspektivë. Tamam, të shënoj 8 gola, të konkurroj një Mbappé, thashë një herë të jashtëzakonshëm, edhe një top të artë siç e ka se Yamal, i ardhmë e futbollit botror, po Dembele, edhe me Olise, me radhë, kështu që është pak jashtë konceptit, jashtë mendimeve, domethënë që mund të nuk e prisja. Dhe i vetëm ka bërë Argentinën, po ta shikosh këtë statistikën këtu shumë interesante. Është që Argentina ka shënuar 17 gola, nga të cilët 8 i ka shënuar Messi, Franca ndjek me 16 gola të shënuar në Kupën e Botës, janë statistikat e 4 gjysmëfinalistëve. Anglia 13 gola të shënuar, Spanja shumë dobët, shumë larg, vetëm me 11 gola të shënuar. Ndërkohë që te golat e pësuar pastaj ndryshon. Spanja ka pësuar vetëm 1. Ndryshon totalisht. Spanja ka pësuar vetëm 1, Franca ka pësuar 2, Argentina dhe Anglia kanë pësuar nga 6 gola. Kush të ka befasuar më shumë për të dyja, si për fazë ofensive ashtu edhe për fazë defensive, do të thënë. Shumë, thash më ka befasuar Argentina. Argentina nuk e prisja që do ishte një Messi në këtë lloj forme dhe do ishte kaq shumë shënues. Jo që nuk la ka mësuar, që mos keq kuptojmë, por thjesht nuk e mendoja. Kur nuk më befason fakti që ka shënuar Mbappé 8 gola dhe shokët e tij Dembele, Olise me radhë që janë gola shënuas dhe ka shënuar 16 gola, më duken pak, domethënë për atë sulm të frikshëm që ka ky ekip. Kurse më ka befasuar Spanja. Spanja me lojën e saj nuk ka më atë lojën imponuese të saj, tiki-takën, mbajtja e shumë e topit, sepse mungojnë pak ata lojtarë, nuk i kanë formën e tij, ka më lojtarë, domethënë ka më shumë agresivitet në mezin e fushës, nuk ka më shumë atë bukurinë, thashë edhe një herë imponimin e lojës dhe kjo e tregon në faktin që ka pësuar vetëm një gol pësoi edhe këtë ndeshje. Domethënë një gol.
në çerek finale. Kjo gjë tregon që është një ekip kompakt, një ekip që është gjatë gjithë kohës në ekuilibër. Ka lojtarë domethënë që e bëjnë shumë mirë atë fazën riardhje, në fazën e mbrojtjes. Mbrojtjes, po. Me Rodrin. Po. Kë do të shikoje si kampionin e botës. Me fjalë në finale tani i kemi gjysmë finalistët i kemi përcaktuara. Francë, Spanjë, Angli, Argjentinë. Në finale dhe fituese ndoshta, meqense jemi te kjo fazë. Do doja të shikoja Francën, nuk jam kampione. Do doja të shikoja Francën, do të finalen e dhëmë Franca Angli se na dha dhe parashikimet. Po. Do të shikoja Mbappé të ngrinë topin e ardh dhe pse jo, edhe kupën e botës. Nëse shkon Franca Angli aty do vendoset kush e fiton, okay, jo Mbappé. Po. 100%. Do jetë fituesi, por nëse Franca fiton botrorin sipas parashikimit xhelit, pastaj Mbappé mund të dalë edhe Dembele, pastaj se mund të bëjnë finale të mirë. Nëse Franca kalon tani, luan edhe finalen, Mbappé ka shansin që të bëhet golashunuesi më i mirë i botrorit. Po. Me fjalë të paktën në këtij edicioni, po ndoshta edhe historiku. Po. Kështu që do ishte më i avantazhuar se Dembele. Kam përshtypjen. Dembele edhe vjet mendoj se është topi i art më idiot, s'kishin kujt më dhon ngecit e ai. Jo, mos e bëri ai sezonin e vet e bëri, ishte vendimtar në fitoren e Champions tani. Kështu që nuk e di. Ë? Ndër më të pamerituar. Shumë subjektive është. Ose ndiem shumë i vlerësuar që po ndaj kupën e botës. Dhe po ndaj topin e art. Ose fix. Ose ndoshta ka edhe një problem që Messi me Ronaldo vendosën një standard shumë të lartë dhe tashmë nuk na bëjnë përshtypje të tjerë. Ajo. Ishte një sfidë jashtëzakonshme të dyve. 2 dekada, sa? Dhe duke qenë se 2 dekada, duke qenë se kemi parë ato gjithmonë, domethënë magjik, kur e marrin këto të tjerët na duket shuhur. Po çan krahasojmë me ata dominonin e fitonte o njëri o tjetri Champions League-ën, o njëri o tjetri kampionatin dhe o njëri o tjetri golashunuesi i Europës. Ashtu është vendos gjithmonë, vetëm Suarez mund të hyjë një sezon pak. Thjesht gjithmonë të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit që ndam të gjitha këto opinione dhe detaje për botrorin, por jo vetëm për botrorin, sepse kemi shumë të rëndësishëm edhe futbollin shqiptar dhe mbi të gjithë talentet shqiptar, të ardhmen e futbollit shqiptar, e kemi dhe ato të rëndësishme. Ajo është më e rëndësishme. Ne do të flasim shumë pak tani për futbollin botror, do të flasim shumë për futbollin vendas, për lojtarët tanë, si zhvillojnë. Sa të mbaroj botrori, Ariglon, ne do ta vazhdojmë podcastin. Duhet i kushtojmë shumë vëmendje edhe brezave të rinj edhe të rinj. Absolutisht. Do ta kemi shumë parasysh. Keni njerëz që e njohin botën, domethënë në sektorin e të rinjve, ti këshillojnë ata, ti motivojnë ata se kanë nevojë për motiv, sepse e shikojmë është bërë një botë e egër jashtë, i tërheq drejt të keqes, i tërheq drejt jo të bërit dikushi, po i tërheq drejt të bërit një paraziti, një se bën dot ti s'bësh dot, i çmotivon. Ne duhet i motivojmë ata se ne jemi prindërit e tyre, ne jemi mentorët e tyre, duhet të motivojmë, nuk po flas vetëm për lojtarët e Tiranës, të Akademisë Tirana, po të gjithë lojtarët të pretendojnë të kenë. Unë kam pasur ëndër të bësh si Ronaldo i Brazilit. Isha sulmues nënç, kisha qef, su bëra kur si Ronaldo Brazili. Ma ëndra ime ishte, shikoja Ronaldon, vishja bëja, si traktor, ti ishe elegante, ishe elegant me tovin për zotin, po ishe elegant. Dua të them që flasim, duhen të kenë ëndra, dhe këto ëndra pse mos i realizojnë? Po. E kanë mundsinë. Fakt është. Do bëjmë ato pauzën e hidratimit se na vajti shumë dhe do vim me një surprizë pastaj se do kemi edhe të tjera parashikime. Okej. Po ndoshta pak më profesionale, ndërkohë si FIFA në botror edhe ne bëjmë një pauzë vogël hidratimi. Do bëjmë një pauzë me Selitën dhe do rikthehemi pas pak me një të ftuar tjetër.